kjo është pjesa më interesante pastaj. Antipastave, e perimeve të skuqura të zgjera. Shefi, pas atal shefi këtu me... Të pëlqen sa bukur ka dalë fotografi? Shumë bukur. Qa thot Alessandro? Gian Pietro, i cili është shef kuzhine. Nuk është vetëm joni, është shef kuzhine në living, por bashkëpunon këtë herë me Konad për të përcjell receta të mrekullueshme nga kuzhina italiane që ne shqiptarëve sigurisht na pëlqejnë shumë. Sigurisht, po jo vetëm për t'i provuar ato, sepse zakonisht kur shikom televizor, thua si e për t'i provuar specialitetin e shefit, mund ta gjeni? Këtu në Konad, Consapore Konad, mund të vini. Po, City Park, do të thënë se ku, se mund të shkojnë të gjithë Konad dhe thonë ku shefi, është tek City Parku shefi, do të vini tek City Parku. Së ngatroni madje, shefi ka vendosur edhe disa menu ofert, në fakt tek restoranti me veçshërbim. Po, kështu thu. Një pjatë e parë, një garnitur, një ujë, 420 lek. Një pjatë e dytë, një garnitur, një ujë, 590 lek. Ose një pjatë e parë, një pjatë e dytë, një garnitur, një ujë, 790 lek. Gjithashtu ka edhe oferta për fëmijët, menu speciale për ta, gjithmonë gjërat tuaja shumë të shëndetshme nga shef Alessandro, shefi living në bashkëpunim me Konad për cilën receta për ju. Mirë, do sot çfarë do na gatuaj shefi? E vë këtu ta kemi këto feta. Shefi sot gatuan spaghetti me djathë dhe me piper dhe përbërësit janë spaghetti, djathë tele, pecorino romano, vaj ulliri dhe piper i zi. Ka që pak produkte. Një recet e thjeshtë, por shumë e mirë për drekën. Do të shishme. Nisim në pazarin tani? Shkajmë marrim spagetit. Po mendoj spagetit thua? Okej, shkojmë spagetit. Shkojmë. Ky është sektori që mua më pëlqen kaq shumë. Është sektori i akulloreve, me shije të ndryshme. Dhe që ti çka? Sa më pëlqen mua? Jo, thjesht jam duke matur sa mund të nxjerr kjo, po 1 2 3 4 5 6 akullore. 7 8 9. 9 i merr. Ta provoj? Po me panë, me çokoladë, me stracciatelli, ose e mirë. Me çfarë bëhet me stracciatelli? Me lule shtrydhe dhe me limon, me kështu copsa të vogla çokolade. Stracciatelli është fantastike. Stracciatelli pra ta them ndryshe. Jo, shumë mirë thon. Dhe përveç akulloreve, në vijim kemi picat e gatshme, të cilat na zgjidhin punë në momentin që ambisat kthehen vonë nga puna dhe shpejt duan që të kenë një drekë të gatshme edhe shumë të mirë. Gjithsesi, edhe receta që përgatit sot shef Alessandro, kam përshtypjen duhet jetë e shpejt, përderisa është të spaghetti me djathë dhe piper dhe nuk ka shumë përbërës. More margheritën të? 3 pica. 2 plus 1, 3 pica, janë 3 pica këtu bëna. 3, do me thënë 2 plus njëra është gratis. Një është gratis, si pas shmimit që kanë. Qa duhet jetë jo, margarita? Po, margarita. Zë gje nga përbërës, gje nga thjesht margarita. Se ke edhe lloje tjera këtu mos suan ko? Po kjo çfarë është kjo Lori? Janë për sfoliat. Po, sfoliat. Pasta sfoliat, po. Pash. Sfoliat të gatshme. Ku e pas kanë hapur të iqi? Margarita. Ushqime dhe ngrira, që ka kërpudha këtu. Kjo është me kërpudha, kjo? Ka patate të qëruara të ngrira. Kjo është me kërpudha? Po, me kërpudha. Fungi, bizele, asparak, spinaq. Sa shumë gjëra. Kjo do të jetë picë fantastike, Lori. Me perime, me... Kjo mund të jetë 4 stina, apo jo? Jo. Është vegetariane. Vegetariane është, me perime. Nuk është... Shkojmë tani të marrim spagetit, sepse ndalëm dhe ky sektori këtu është e pamundur. Në Konad ka kaq shumë oferta, ka kaq shumë produkte. Mos harroni, janë gjithmonë oferta të vlefshme. Ku të shihni flamën, ndaloni. Ne përpiqemi ndonjëherë që të ndalojmë dhe t'ju bëjmë dije se cilat janë këto produkte me çmime të ulta, super ekonomike. Do shkojmë tani. Shkojmë marrim spagetit. Po, me sallam pikant. Djavola, nuk e di se pëlqej. E gjeti më në fund. Nuk e di se pëlqej djavola, pasave djavola. Do marrim spagetit. Shkojmë. Do marrim tani spagetit. Po. S'na kërkojnë ne. Jo. Se marrim sot spagetit? Spageti. Unë them t'i marrim nga këta preco. 1 kilogram? Mos janë shumë 1 kilogram. Pa e pak të moment.
që shefi është kaq shumë i saktë sa që ti vendos këtë edhe unë lexoj. Unë vendos këtë? Ja. Se ti vendos? Se vendos unë. Ja dola. E kalove provën, ti vjen. 1 kilogram, mjaftueshon jo. Pse jo mos të marrim. Spaghetti, djathë, dele, vaj ulliri. Okej, në vazhdim duhet të marrim vajin e ullirit. Po që duhet jetë nga ana tjetër më duket. Lexojmë. Ka gjithmonë kështu tabela që shënojnë edhe që na tregojnë se cili është sektori dhe cilat janë produktet që gjenden në këtë sektor. Peshku, mish në konservë. Nuk e shkëllë? Jo. Mirë. Hajde. 1, 2. Jo, tani kot e ke, kot. Vaj ulliri, gjeta, e pash si përfundim. Shkon. Perimet urshi. Që puj ka? 550 gram, 79 lek. Perfekta. Ngrënë që puj kalorit? Po, kam ngrënë. Janë të mira. Vaj lule dielli për shembull 1 litër për vetëm 199 lek. Kemi vaj tjetër lule dielli. 1 litër për vetëm 195 lek. Duam vaj në ullirit. Për patate, ë? Po. Ekas për ndërsa ky është edhe për patate për karkaleca? Jo, nuk është vetëm për patate dhe karkaleca. Është përgjithsisht po për ushqimet e skuqura. Ati i pek tu, thash do unë ku i lexoj, po përpiqesha. Ja, me që pash në fotografi, karkaleca, fritur edhe. Pse, njerëzit do të fillojnë përdorin këto kur skuqin, ose vajin e ullirit. Sepse ky është shumë i shëndetshëm, po gjithashtu shumë i shëndetshëm. Ky është pastaj kulmi. Është vaj i ullirit. Klasiko, extra vergjine. Konat, ky është i mrekullueshëm. Dhe shefi e përdor gjithmonë. Nuk i ndahet. Një lloj si ambisa. Pa i vogël aty çfarë është? Po dhe ky është vaj ulliri. Po vaj ulliri dhe i vogël. Aha, extra vergjine. Mirë. Po nuk është i mjaftueshëm, nuk është i mjaftueshëm për recetat tona, kështu që ne marrim gjysmë litri. Unë e di këtë recetën. Spaghetti me djathë dhe me piper të zi, jo do ta them pa lexuar fare. Na duhen spaghetti, i kemi marrë. Na duhet djathë, dele, pecorino romano, do shkojmë ta marrim pas pak. Vaj ulliri, cilin e kemi. Ti e kopjove pe këtu, e kopjove. Vaj ulliri dhe piper i zi. Nuk quhet e kopjove. Nuk quhet. Humbe, e kopjove. Si humba. Shkojmë tani marrim djathën. Pekë çka kisha marrë ke koshi. Shkojmë marrim djathën. Djathën në deles, pecorino romano. Këtu pas ka djathë me arra. Qa djathë më? Djathë me arra, për vetëm 2.990 lek kilogrami. Që është djathë me arra? Sa i bukur. Kështë disë duhet jetë sa i mirë. Po, ta provojmë blije. Gjisë lop e konët, 620 lek kilogrami. Lipa ta provojmë atë. Po se nuk i duhet qefit, si do blej kot. Djathë strakino. Për vetëm 2.150 lek kilogrami, që djathë shumë e mirë. Është djathë gram bavareze, 100 gram për vetëm 119 lek dhe ky është me ofertë, mos harroni, ka oferta fantastike në konat. Mirë, na duhet djathë i deles, pecorino romano. Ky është pikanti. Djathë pikant. Pa, ky është djathë që na duhet ne. Djathë dele. Po ka edhe djathë dele pecorino romano nero, kështu që mos e ngatroni, ë? Merrni bianco. Duhet ky tjetri. Po do të i bardhi. Tani shkona duhet edhe piper i zi, ë? Piper i zi që e kemi te erza dhe që është... Okej. Okej, shkojnë. Marrim tani piperin e zi, duke kujtuar që receta për sot... Me piper sa tjetë në i sy këtyre recetave këtu. Spaghetti me djathë dele, gjithashtu edhe piper të zi. Në përbërësit jam pikërisht to që thash, duke i shtuar edhe vaj në ullirit, mos harroni kripën, piper i zi bluar. S'po gjë ju? Misto.
Më duhet piper i zi. Piper i bardh, piper i zi. E kush piper i zi, e vendosim te ky koshi që kemi marrë sot. Hajde, do të mësoj si bëhen qoftet me mish mix. Hajde. Për të bërë qoftet me mish mix duhet mish mix i grirë. Duhet mish pule, deri dhe viçi. Marrim për 3 mishë dhe i grim. Po mirë që ti grim bashkët për të përzihen pastaj atje poshtë. Po. Do na duhet galet, do na duhet vezë, djathi grir edhe kripa. Edhe kripa, okay. Edhe djathi grir. Domethënë djathi grir duhet të jetë i bardhë. Dakor. Përgatitja bëhet, mishi i grir përzihet me galetën, vezën dhe djathin e grir. Formohen qofte të vogla për 80 gram, të cilat shtypen pak. Këshilla për pjekjen, fërgohen në tigan me vaj dhe verë të bardhë, me vaj dhe verë të bardhë. Koha e pjekjes 15 minuta, koha e përgatitjes 15 minuta. Çdo gjë gati. Wow. Mirë, tani do zgjedh edhe unë një recetë për ta treguar. Çfarë mund të jetë një recetë shumë interesante, që tërheq vëmendjen time, edhe pse këto janë të gjitha shumë të mira, përveç recetave që vet shefi sugjeron për të gjitha mbisat dhe që pas pak patlıcan të mbushur është interesante. Okej, po. Patlıcan të mbushur përbërësit janë patlıcan, mish viçi i grirë, mish deri i grirë, salçiçe deri, galet, djathi i grirë, vaj ulliri, pure patatesh, qumësht, majdanoz edhe krip. Shumë produkte. Përgatitja, patlıcanët lahen dhe priten duke i hequr pjesën e mesit. Po, lahen dhe priten duke i hequr pjesën e mesit. Po kërkon një lloj mjeshtrie. Jo. Vjen në një me ujë të kripur që tu ik, shija e hidhur. Ke parasysh? Po, patlıcan po. Përzihet mish i grirë me salçiçet, me galetën, djathin e grirë, puren e patateve, qumshtin, majdanozin e grirë dhe bëhet një masë e një trajtshme. Me këtë masë, mbushën patlıxhanet. Piqen në furrë në 160 gradë, koha e pjekjes 1 orë, koha e përgatitjes 20 minuta. Mos e thënë patlıxhanet që bën tek shtëpia e Arianit? E janë supniqi? Jo. Sepse jo, se Ariani nuk e bësh kështu. Ariani bëri me të brendshmën e patlıxhanit dhe diçka afërsisht pothuajse. Si afërsisht tani, nuk është kjo, pra nuk është kjo, sepse ka disa modele të mbushjes patlıxhanit. Është edhe tradicionali shqiptar, pastaj me atë kimën. Po edhe kjo afërsisht me kimë ishte, po vetëm se përdorë gjëra të tjera. Mirë. Kemi përfunduar ne me të gjithë produktet e recetës për sot? Po. Djath, dele, spaghetti, vaj ulliri, peper i zi, po të gjitha e kemi marrë. Ndërkohë që shojmë në recetë. Do të çojmë një vend shumë interesant. Ka ta produkte, do ta lë surprizë me atje shkon. Sepse që kanë filluar të mbajnë dietë të ruaj linjat, kanë zbuluar të vendin. Hajde më vonë. Mban dietë dhe të vjen në ndim kohë aty me këto produkte. Tani do të zbulosh të sektorin tënd magjik. Sektori magjik është këtu. Produkte biologjike. Dhe produkte pa gluten. Pa gluten. Kështu që dhe këtu te produktet biologjike ne shohim makaronat e llojeve të ndryshme. Miellin. Që janë integrale, të gjitha janë integrale. Salca, vaj, ulliri. Okej, qumësh soje, qumësh orizi. Njerëzit duan se vjen, kjo orizi. Çokolata. Ku çokolata? Ja, çokolata fondente. Pastaj kështu do na blesh? Kjo është. Na blesh? Jo? Po. Po. Dhe vinë marrë pastaj. Ti mos i ngatrë me produktet e shefit. Mjaltë, ke dhe mjaltë? Mjalti, po. Bio, kakao. Ke dhe kafe bio. Samir. Kjo është zgjidhje. Ka produkte të mrekullueshme gjitha. Po kjo orzo, ç'është orzo? Një moment. Kafe duhet jetë kjo? Edhe kafe. Të lexuar. Vendosim atje. Çfarë kemi tjetër ne këtu? Ka shumë produkte, produkte të pa gluten nga ana tjetër, biskota të llojeve të ndryshme. Miell, kemi miellin. Makarona. Po miell, ka makarona misri. Do të ishte miell, po miell. Ne kam biskota kësh mielli. Miell bukë. Ka edhe bukë me feta, Mirë, këto ishin produktet që Erionit i kanë dhënë një lloj zgjidhje, meqense ka filluar të konsumojë kohët e fundit, ju sugjerojmë edhe juve. Gjithsesi, ne shkojmë te kasa sepse duhet t'i dërgojmë produktet. Po, apelin e kemi përfunduar. Duhet t'i dërgojmë produktet shef Alessandros në mënyrë që të përgatisi dhe të sugjerojë procedurën korrekte për gjitha mbisat.
Punën mbar. Dhe këto. Mirupafshim. Mirupafshim. Mirdita të gjithëve a tutti quanti voi di Dita Ime. Përshëndetje, mirdita të gjithëve, të gjithë juve të emisionit, të telespettatorët të emisionit Dita Ime. Con Sapore Conad e io insieme a Sapori Conad Sapore Conad dhe unë bashkë me Sapore Conad e in questa collaborazione kemi con zgjedhur Conad të lloj bashkëpunimi me Conad una firma per una ricetta che adesso vi Një farò mark vedere, propongo per me voi. një recetë. Që Questa tani do ta ricetta shikoni dhe do ta propozoj për ju. è un piatto molto semplice, molto Kjo recetë semplice, është pjatë shumë e thjeshtë. per la tipologia di ristorazione che voi Për trovate a tipologjinë Con e Sapore restoracionit që ju do të gjeni në Sapore Conad. Conad. Questa semplicità voi la trovate a tavola. Këtë thjeshtësi ju do ta gjeni në tavolinë È un gusto sempre originale. në një shije gjithmonë origjinale. Per vedere in pratica possiamo subito incominciare, ve la faccio vedere. Sono due Për të parë në praktik do të shikojmë me një herë ingredienti ma molto insieme, gustosi. këto che dy legano ingredientë insieme. bazë të shijshme që lidhen gjithmonë dhe shkojnë në harmoni me njëri tjetrin. In parole povere è uno spaghetto, cacio e pepe. Me fjalë të varfra është një recetë që është spageti me cacio e pepe. Pra është një spaghet me djath dhe piper. Cacio e pepe, semplice, legato col pecorino romano, quindi il cacio sarebbe il pecorino romano e il pepe, Si shtan, cacio është djathi i deles Nero, roman dhe pepe piperi i zi. Lo vediamo subito in pratica? Do ta shikojmë me një herë në praktik. Okej. Vediamo spaghetti, Marrim una spaghetti. porzione, 90 grammi Një e li racion, mettiamo nel 90 bollitore. gram dhe i hedhim në bolitor. 90 grammi, eccoli. In 90 cottura grammi. nel bollitore è molto Ja ku po i semplice, hedhim të zihen. è molto veloce, è molto gustoso, è molto saporito. Ma con questa ricetta io voglio spiegarvi Me këtë recetë, unë dua t'ju shpjegoj konceptin e di Consapore Conad. Sapore Conad. Consapore Conad offre una ristorazione Sapore con Conad i prodotti ofron një restoracion, një tip restoranti ipermercato me produktet di e alta hipermerkatit qualità, të cilësisë së lartë, elaborati nel të modo gatuar dhe të përpunuar në një mënyrë naturale. natyrale. Non troverete Nuk do magari gjeni ndoshta come siete forse abituati a un ristorante il piatto 5 stelle. ndoshta si mund t'i il piatto rimësuar 5 dhe stelle. në një restorant një pjatë me 5 yje, por Le ricette che io scelgo recetat që unë zgjedh in questa collaborazione con në Conad këtë bashkëpunim me Conad sono ricette semplici. janë receta të thjeshta. Forse siete abituati a vedere altri tipi di ricette che io faccio Ndoshta jeni mësuar sul living për duke dove parë andiamo a receta toccare të tjera delle që unë specialità bëj di në emisionin anche Living, oltre alla semplicità ma di alta ristorazione. ku shkojmë prekim disa receta një kuzhinë jashtëzakonisht të gastronomie të lartë, Ma por le ricette che scelgo per recetat që unë zgjedh Sapore Conad për Sapore Conad danno un tocco di semplicità. Ecco perché lo spaghetto pak cacio e thjeshtësi. pepe Shikoni pse spaghetti cacio e pepe è un djathi piatto dhe pepe, adatto per il tipo di ristorazione veloce. Është një pjatë që është apostafat për tipin e pjatave shumë të shpejta dhe shumë të
të thjeshta. Perché il successo di Consapore Conad Sepse suksesi I Consapore Conad dà la possibilità in poco tempo che abbiamo mentre facciamo la spesa o mentre facciamo ndërkohë që bëjmë pazarin, un pranzo di lavoro per le aziende anche che sono qui intorno a noi al City Park, duke konsumuar një drek pune me biznesi që ndodhen rreth rrotull City Park. Con quel poco tempo si può mangiare qualcosa di semplice, me atë pak fresco, kohë mund të hahet diçka e thjesht, e freskët dhe shumë cilësore. E digeribile, perché il prodotto Conad originale italiano ha un'alta qualità che ci permette di nutrirci e alimentarci nel modo migliore, perché mangiamo, ma soprattutto ci nutriamo. Mbi të gjitha ham, por më shumë ushqemi, ose më mirë ham dhe më mirë ushqemi. Con Sapore Conad troviamo tutto questo. Con Sapore Conad gjejmë e controlliamo lo spaghetto. Lo spaghetto ancora qualche minuto. Kontrollojmë spaghetit, nëse janë gati apo jo, po duhet akoma edhe pak minuta. A questo punto, dopo l'illustrazione importante di Consapore Conad, vogliamo vedere in pratica questo spaghetto cacio e pepe che poi alla fine ha origine romana. È un piatto che a Roma lo fanno ogni giorno e tutti lo vogliono perché è semplice ma è particolare, stuzzica, col pepe piccantino, ta provojnë dhe ta shijojnë se për thjeshtësinë dhe për originalitetin e kësaj piate. Allora pratica, via, semplice abbiamo detto, poca acqua calda, la mettiamo. Fillojmë me praktikën, marrim pak ujë nga bolitori dhe e hedhim në scendere tigan. Un pochino di temperatura. Facciamo in questo modo. Bëjmë që të zbresi pak nga temperatura. A questo punto eccolo lui, è lui. Dhe në këtë pikë ja ku është pecorino romano. Ai djathi pecorino romano që është një djath dele in questa bella manciata di original sapore. I Romës dhe hedhin mbi piano atë ujë që ne kishim marrë nga bolitori. Eccola qui la nostra cremina. E përzijemi. Facciamo questa crema di pecorino romano. E përzijemi deri në atë pikë sa krijohet një lloj kremi. Abbiamo detto cacio e pepe. Kemi thënë cacio e pepe. Quindi una bella spolverata di pepe nero. Kështu që një pluhur me piper të zi. E continuiamo questo ja hedhin pikremi dhe vazhdojmë ta përzijemi deri në atë pikë sa a questo punto possiamo aggiungere dhe në këtë pikë do shtojmë akoma di olio extravergine di oliva, pak vaj ulliri extra virgin Conad. La vogliamo ancora più cremosa, quindi possiamo aggiungere mund të shtojmë akoma dhe pak piano piano ujë të ngrohtë, in questo modo dal nga dal, duke përzier, duke vazhduar gjithmonë di acqua calda. Duke trazuar gjithmonë dhe duke shtuar dal nga dal pak nga pak ujin e ngrohtë. Dopodiché lo spaghetto è arrivato sicuramente alla sua cottura. Pasta që ne kemi vënë të zijej, pra spagetit. Noi lo prendiamo. Ne I heqim bene al dente. Ose para se të heqim, shikojmë është zirë apo jo. E lo mettiamo. Dhe shikojmë që pasta pra spagetit janë zirë dhe I hedhim mbi këtë kremin con la sua crema. Mbi këtë kremin që kemi përgatitur pak më parë. Alziamo la fiamma. I përzijim dal nga dal. Ndezim flakën në maksimum. Lo mandiamo a temperatura. Do ta çojmë në temperaturën e kërkuar. Prendiamo adesso ancora un pochino di pecorino. Marrim akoma
dhe pak djath dele, pecorino romano. Lo saltiamo, spengiamo la fiamma, lasciamo la crema. I bëjmë, e përzijmë, vazhdojmë ta përzijmë akoma. E poi ce lo serviamo su un bel piatto pronto da gustare. Dhe tashmë kemi gati këtë pjatë për ta shijuar në tavolinën tonë. Cacio e pepe, piatto di Roma, romano. Djath, cacio e pepe, si shtam, pjata originale romane. Cremoso al dente in questo modo. Dhe ja ku e kemi këtë pjatë, ku e prezantojmë këtë pjatë, shumë e thjeshtë, autentike dhe originale. Me këtë përfumin e pecorinos, djathit deles a questo punto prendiamo roman, il meglio. Dhe në këtë pikë, në përfundim, kemi pjesën më të mirë që është ajo i mbetur në tigan, kremi që ne përgatitëm para se flitin spagetin. Tutto intorno a corona, una corona di pecorino romano per lo spaghetto cacio e pepe. Abbiamo detto cacio in crema sullo spaghetto, pepe abbondante perché è la morte sua sul pecorino. Dhe një plur abondant me piper të zi. Goccia. Dhe në fund fare dolcezza di olio extravergine di oliva. Ëmbëlsirën e këtij vaj, bukurinë e këtij vaj extra virgine conat. E amici miei, dhe miqtë e mi të dita ime, il piatto è pronto da gustare. Pjata është gati për të shijuar. Con questo, amici di Dita Ime, vi mando i miei saluti e vi aspetto emisionit Dita Ime per la prossima ricetta dhe ju pres në recetën e ardhshme të Con Sapore Conad. Ciao a tutti, miru pafshim. Miru pafshim të gjithëve.